Mirëmëngjes, mirëdita e mirëmbrëma, se nuk e di kur më ndiqni më shumë. Ja, sa të pushoj lavastovilja, se kishte momentin e shtrydhjes, shtrydhjes pjatave, dhe ja nisim të Olti Curi TV, falinderit shumë për gjithë ju që po regjistroni, për gjithë ju që më ndiqni orare për orar, falinderit shumë, sa do qofshi. Mirë, kështu që, duke qeshur e duke lodruar, në pak javë, kanali ka shkuar në 7 milione sa klikime, kështu që falinderit shumë. Do thoni ju që na u bëm bashkë gjithë të emra. Engji Nasufi me Neada Muçaj. Vazhdon historia telenovela e grindjes mes dy moderatoreve të njohura, Ardit Murataj dhe Sabina Mete. Po këto, çfarë lidhje kanë me Big Brother VIP Albania? So më jemi marrë më shumë me atë të Kosovës. Zana Çela përballë Jonida Maliqit, por nga ana tjetër rikthehet dhe një histori e vjetër. Arbana Osmani me Ledion Liçon apo me Luana Vjollcën. Sigla! La na na la na na la na 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 la na na la na 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 la na ra 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 ra. Do qëm një sigël të varfër për një emision modest që zhvillohet thjesht në YouTube. Dhe sot do të bëjmë një përmbledhje të lajmeve që kanë mbledhur klikime të shumta. U fol në momentet e fundit se janë larguar nga puna dy moderatoret, Engji Nasufi, Neada Muçaj, që së bashku me Blendi Sala drejtojnë Wake Upin në Top Albania Radio dhe në Top Channel njëkohësisht prej shumë kohësh, por së fundmi ato janë dëgjuar e stërpar nga publiku se kanë moderuar deri sot në mëngjes dhe nuk kanë ndodhur asgjë. Që ka patur tensione, ka patur. Nuk mund të themi se kush ishte strumullari, sepse janë piperka që të dyja, vajza me personalitet të fort, punën që e bëjnë në showbiz, janë moderatore dhe do ishte çudi mos ishin ngrindur, por që grinden, po punë mbadhe, edhe punë madhe dhe punë mbar vajza vazhdoni. Mirë pra, duket se lajmet nuk janë të vërteta për largimin e tyre nga puna, por me sa duket tensioni është tension dhe duket se kjo është lexuar edhe nga ata të cilët e ndjekin prej shumë kohësh emisionin e tyre. Nuk dihet ende me siguri se çfarë ka ndodhur aty, por nga njerëz të cilët flasin korridoreve të institucionit, mësohet se sherr ka patur vërtet dhe sherri nuk ka qenë fare si në korridoret e bibliotekës kombëtare britanike, por ka qenë një sherr i vërtet ballkanik, ka qenë një sherr i vërtet shqiptarësh, ku tonet e larta të zërit kanë fluturuar nga të dyja krahët. Pra s'mund themi, edhe pse komentet dhe sondazhi në faqen time e fitoi Neada Muçaj, pra njerëzit mendonin se strumullari ishte Engji Nasufi, ne bëjmë avokatin e djallit dhe dyshojmë që mund të jetë edhe nga ana tjetër. Por një avokat i purgatorit do thonte që sherri mund të ishte edhe nga dyja anët. Kështu që nuk e themi dot me siguri. Kaq për sa i përket emrave të këtyre dy vajzave që kanë qenë refren i postimeve të portaleve të ndryshëm gjatë ditëve të fundit, për të shkuar tek dy emra të tjerë. Edhe këto janë nga brezi i ri i moderatorëve. Po flasim pikërisht për Sabina Meten, e cila është vajzë moderatore sportive në radio televizionin shqiptar. Nga ana tjetër, kemi një djalë që ka filluar karrierën e tij në Top Albania Radio, vazhdon tani në TV Klan, por e ka patur emrin të lidhur Ardit Murataj, është nga Elbasani, ka patur rast të bashkëprezantoj emisione në Top Albania Radio, ka patur lidhje emri i tij dhe me një emision në radio televizionin shqiptar. Por ajo që i dha më shumë klikime dhe vëmendje mediatike Ardit Murataj ishte fakti që ai bëri një denoncim për drejtuesit të cilët i prishën pa të drejtë kontratën dhe në atë kohë thuaj që rasti ka shkuar deri në SPAK ku gazetari Ardit Murataj ka kërkuar të drejtën e tij. Por kjo histori dhe të gjitha historirat e tjera, edhe ato më të skutat më të errta që kemi për Sabina Meten dhe Ardit Murataj mund të rikthehen në vëmendjen e publikut, sepse flitet që të dy ato do të jenë pjesë e Big Brother VIP Albania. Duket se pas pak po shkojmë tek emrat që lakova në fillim, sepse u kthye historia e Big Brother VIP njëshit, ku ish drejtori Top Channelit në një intervistë tek mbrëma yjet e Arbana Osmanit i tha që ata, pra të parët e topit, donin të sillnin Ledionin prezantues, por në fakt të zgjodh aty. Megjithatë, duke u kthyer memorjes, sepse kemi qenë pranë ambienteve, si unë dhe gazetarët e tjerë dhe njerëz të tjerë të showbizit apo televizionit, po të rikthehemi kohës,
Në atë kohë nuk fritej fare që Arbana ishte në garë për Ledionin për prezantimin e Big Brother VIP Albanias, por përmendej një emër tjetër, Luana Vjollca. Por para kësaj kemi një përballje tjetër titanësh, dhe në ato përballje, dashje pa dashje, isha edhe unë në mes, sepse ishte diçka që ndodhi në Podfest, në podcastin e Podfest nga Elhajda Dani, ku të ftuara ishin 2 antarët e juris, Zana ka qenë kryetare. Mes të debatit të fortë, Elvana Gjata apo Shkodra Elektronike, kush meriton të fitore dhe automatikisht prezencën e saj në Eurovision. Rasti e donte që juria të bëj bashkë dhe në majorancën e pikëve ta fitonte Shkodra Elektronike, historia dihet, fansat e Elvanës ishin që fprishur, kishte kopa u takuar Jonida Maliqi dhe Zana Çela. Zana Çela dha pikët maksimale Elvana Gjatës, Jonida Maliqi, Shkodrës Elektronike. Por çfarë ndodhi në backstage? Në backstage ndodhi e njëjta gjë nga ajo që pat në stage. Patë një sjellje korrekte, një përshëndetje korrekte, shumë të ftohtë. Më ftohtë ishte brenda në studion e Podfestit, midis Zana Çelës dhe Jonida Maliqit, se sa jashtë ku kishte filluar të bien temperaturat dhe vjeshta ka ardhur në Tiranë. Po, ishte më ftohtë brenda se sa jashtë. Situata e tyre ishte tërësisht e ngrirë, por shumë korrekte. Një sjellje mes 2 zonjave. Pra, shqiptarët ka një shprehje që thotë mishin e hëngra kockën ta ruajta. Pikërisht kjo ndodhi midis Zana Çelës dhe Jonida Maliqit, ku secila prej tyre mbajti qëndrimin që kishte patur. Po. Mbajtën qëndrimet e tyre dhe thanë, i dhanë votën maksimale këngës që besuam se ishte më e bukura e momentit. Zana për Elvanën, Jonida për Shkodrën Elektronike. U përpoqëm që ta konfeksionojnë, ta mbështjellin këtë histori, por duket se kjo histori do vazhdoj gjatë, do vazhdoj deri në momentin kur shpallet fituesi apo fituesja e radhës e festivalit të 64 të këngës të radio televizion që do e ketë finalen në 20 dhjetor të këtij viti në Pallatin e Kongreseve. Por nga ana tjetër, është ajo që tham që në fillim. Një tjetër lajm që nxiu e mbushi me foto e tituj portalet ishte deklarata e ish drejtorit të televizionit kombëtar Top Channel që tha në emisionin e Arbana Osmanit, tha që më propozuan nga të parët, nga pronarët e medias ku ai punonte në atë kohë, për Ledion Liçon për të prezantuar Big Brother VIP 100. Po, me fitues Ilir Shaqirin, Donaldi, Bora, ju kujtohen gjithë historitë, Fifi, e të tjerë. Pra, sipas ti, mendoj nga pronarët apo nga bosët e televizionit që të ishte Ledion Liço në drejtimin e Big Brother VIP, po sipas tia i vendosi që të ishte Arbana Osmani. Dhe sipas asajt, gjithë ky sukses erdhi nga kjo vendimarrje. Të mos harrojmë se Arbana Osmani ka prezantuar 10 edicione gati të Big Brother VIP me njerëz të thjeshtë. Kështu që nuk erdhi nga hiçi. Ledion Liço, për gjithë njerëzit që në ato kohë ishin rreth e qark korridoreve të showbizit dhe informacionet levrinin nga të 4 anët, personalisht edhe unë, nuk qarkullonte shumë sepse Ledionin atë kohë merri duke qenë mos shumë duke u marrë me Top Albania Radio dhe u largua nga televizioni, për arsye që i din ato vetë, ish drejtori dhe Ledioni, nuk është se ishte në majën e dëshirës për qenë prezantues i Big Brother VIP. Kështu që nuk e di se sa e vërtet është fakti që ka qenë Ledioni dhe Arbana për të zgjedhur një emër ose një tjetër, sepse në atë kohë, pasi suksesit të shiko kush luan, ishte Luana Vjollca. Po, emri Luana Vjollcës, një nga emrat më të lakuar për të marrë drejtimin e Big Brother VIP dhe thuhet se më pas Luana e mërzitur nga ky vendim që nuk e kapi dot Big Brother VIP, u largua nga televizioni Top Channel për të vazhduar karrierën e saj me Love Island dhe me Ferma VIP në televizione të tjera. Kështu që ky vendim midis Arbanës dhe Ledionit duket i pabesueshëm në kohën kur emri Ledioni nuk është përmendur fare. Aq më shumë që në ato kohë Ledioni ishte tërhequr nga jeta publike, kishte shtuar në peshë, nuk po mbaj fare, nuk po bëj gati, siç ndodh zakonisht me prezantuesit kur marrin përsipër një detyrë kaq të rëndësishme saqë është dalja në një emision kaq të madh sa që është Big Brotheri dhe siç e pam, pra që erdhi në formë dhe më pas u prezantua në Big Brother VIP në 2 vitet e shkuara. Kështu që gjithë kjo histori duhet rikujtuar, sepse na erdhi në mendje kur dëgjuam pikërisht dhe lexuam titujt kryesor, pra midis Arbana Osmanit dhe Ledion Liços u vendos për Arbana Osmanin, ku ndërkohë
është e freskët ajo, s'kan kaluar as 5 vite, na kujtohet shumë mirë se emrat që lakoheshin ishin Arbana Osmani dhe Luana Vjollca.